21 maj 2022. Sot e kemi ngjit rrugën për plavë. Ja pra kjo është podi do Beroshit dhe kjo që shihet tu është trasheja e rrugës së zbet për plavë. Pjesha e mbetur e pa asfaltume e Kosovës është 12 km. Ka pas me qenë e kryme, po për fat keq qeveria tashme i ka ndalë financat, buxhetin, pra po e vonon. Në pjesën e Muali Zhi, sikur se shihet ajo pjesë, janë vetëm 8 km. Prej qendrës Deçanit, pra prej qendrës Deçanit deri në qendër Plavës, janë vetëm 48 km. Me makinë do të ishte rreth 45 minuta. E dhimbshme që po vazhdojmë mbet në dam me vllazërit ton, në Plavë, në Guçi, në Vuthaj e në Malshi.